Allahu i lartësuar ka premtuar në Kur'an që kjo fe do të përhapet. Dhe s'mund ndodh ndryshe. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-mushrikun. Allahu i lartësuar është ai i cili e dërgoi të dërguarin e tij me udhëzimin dhe me fenë e drejtë. Ka thënë Ibn Kathir, Allahu mëshiroft, udhëzimi është dija e dobishme. El-ilmu an-nafi'. Feja e drejtë është veprat e mira. Pra Allahu i lartësuar e dërgoi dërguarin e tij me këto dy gjëra. Dije të saktë edhe vepra të mira. Në mënyrë që të bëj të ngadhnjej feja islame mbi të gjitha fetë. Po kur do të ngadhnjej? Kur muslimanët kanë dije të saktë dhe vepra të mira. Se këto dy gjëra ka përmendur Allahu në këtë ajet Kuranit. Allahu ka premtuar në këtë ajet Kuranit se do të triumfojë Islami mbi të gjitha fetë. Në kohën e profetit është realizuar një pjesë e këtij premtimi, por nuk është realizuar i gjithë. Dhe ka me u realizuar ky premtim që ka dhënë Allahu i lartësuar. Do të përhapet feja islame në të gjithë tokën. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith: "La yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar, wa la yatruku Allahu bayta wabarin wa la madarin illa adkhalahu Allahu hadha al-amra. Izzan yu'izzu Allahu bihi al-Islam wa dhullan yudhillu bihi al-kufr." Ka për të arritur kjo fe aty ku ka arritur dita dhe nata, domethënë gjithë tokën. Edhe nuk do të mbetet shtëpi, qytet apo çadër në malësi apo në shkretira, domethënë nëpër qytete, nëpër fshatra, edhe nëpër zonat malore, edhe atje ku njerëzit jetojnë me çadra, kudo do të përhapet feja e Allahut subhanahu wa taala. Përhapja e fesë së Allahut ka me qenë krenari për ata që pranojnë Islamin, për muslimanët, dhe do të jetë poshtrim për kafirat. Në këtë hadith profeti ka dhënë myshdë se do përhapet feja e Allahut në të gjithë tokën. Edhe ky premtim do bëhet realitet. Duke parë gjendjen e muslimanëve, dobësinë, luftrat, konfliktet, po edhe disfatën apo goditjen që kanë marrë muslimanët në mjaft vende, mundet që muslimani të demoralizohet, mundet që të plagtohet, ose mund të lindjen dhe mendime të këqija. Atëherë na nevojitet që të rrisim bindjen se premtimi i Allahut do bëhet realitet. Premtimi që ka dhënë Kur'an dhe që përmend në hadithe e profetit, e ardhmja e përket kësaj feje. Një pikë tjetër është luftimi i mendimit keq për Allah. Është mendimi keq të mendojë njeriu që nuk do të triumfojë feja islame, që nuk do të triumfojnë tauhidi, është mendimi keq për Allahun. Ai që mendon kështu nuk e njeh Allahun, se njeh fuqinë e tij, se njeh premtimin e tij. Këto janë mendimet kohës së xahiliyetit. Janë mendimet e ignorantëve, thot Allahu në Kur'an: "Yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliya." Ata kanë mendime të pavërteta për Allahun. Këto janë mendimet e munafikëve. Mendime të kohës padijes. Thot gjithashtu Allahu në Kur'an për idhujtarët dhe munafikët: "Adh-dhannina billahi dhanna as-saw", cilët mendojnë keq për Allahun. Kush mendon se nuk do të rimëkëmben muslimanët, mendon keq për Allahun. Kush mendon se do të dominojnë kafirat përgjithmonë, muslimanët do të jenë gjithmonë shtypur, ai mendon keq për Allahun. Kush mendon se muslimanët do të triumfojnë mas vdekjes në ahiret, këtë botë s'ka fitore muslimanët, ai mendon keq për Allahun subhanahu wa taala. Përkundrazi, Allahu i lartësuar ka me e mëkëmbur fenë e tij. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك